Jemi rikthyer drejt për së drejti pa humbur kohë me disa prej zhvillimeve kryesore. Indjek. Ka përfunduar me 2 të vrarë një debat për ekspresin e fikur të kafes të një lokal pranë një pike karburanti në Mancë. 2 persona u konfliktuar me kamaririn dhe një mikun e këtij të fundit, 33 vjeçarin Flori Paluçi, i cili vrau më pas jashtë lokalit 23 vjeçarin Aranit Kurti. Ndaj Paluçit është hakmarrë 21 vjeçari Daniel Pepa, i cili ka qelluar po me armë zjarri duke lënë të vdekur. Pepa është në kërkim, ndërsa në polici janë shoqëruar 7 persona. Kompromisi mes majorancës dhe opozitës për reformën zgjedhore. Report Televizion ka zbardhur dakordsinë e cila ofron barazi reale për të dyja partitë e mëdha dhe ofron përfaqësim në komisionin e posaçëm edhe për partitë e vogla që nuk kanë formuar dot grupe parlamentare. Në 8 vendet e saj, PS do të mbajë vetë 7 karrige dhe një vend do t'ja rezervojë PSD-s së Tomdoshit. PD do të mbajë 5 vende dhe do t'i jap nga një antar Partisë Republikane, Partisë së Lirisë dhe Agronshehajt. Komisioni pritet të ngrihet në seancën e 30 tetorit. Avokati i Idait Beqiri kallëzon në SPAK Sali Berishën dhe 9 të tjerë për grushtin e shtetit më 14 shtator të vitit 1998, ku PD pushtoi me grupe të armatosura kryeministrinë, radio televizionin publik, gjykatën kushtetuese, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Kulturës, ndërsa një granatë u hodh në zyrën e kryeparlamentarit Skënder Gjinushi. Sipas Beqirit, planifikimi ishte perfekt dhe SPAK i rastësishtëm 2 ditë pas vrasjes Azem Ajdarit. Ish ministri i mjedisit Efter Koka i akuzuar për dosjet e insenatorëve kërkon lirimin nga qelia. Koka ka depozituar një kërkesë në GKK për lirim të menjëhershëm dhe shuarje të masës së sigurisë, duke pretenduar se ka kaluar afati 3 vjeçar i paraburgimit për inseneratorin e Fierit, ndërkohë seanca e radhës do të jetë pas nesër. Kardiologu shqiptar Dr. Diamant Lulaj ka realizuar një ndryrje kardiake koronare tepër të vështirë në Tiranë bashkë me një kardiolog italian. Operacioni u transmetua live gjatë një kongresi ndërkombëtar para qindra specialistëve nga gjithë bota, duke dëshmuar profesionalizmin e mjekëve shqiptar që vazhdojnë të nderojnë vendin tonë, arenën ndërkombëtare të mjekësisë.